Trumpi edhe Amerika edhe na jemi të konsoliduar në aleancat e tona. Po Amerika në ditët e sotshme dhe Trumpi nuk është një politikan i çfarëdoshëm. Pra, kur vinë vendimet e vështira, se ky bordi i paqes u themelu edhe me atë qëllim, apo jo, me ndërtu një lloj sigurie që në vendet e konfliktit me pas qëndrueshmëri dhe paqe. E kur kryhet pandej me Izraelin e Palestinës në vendet që vetë Trumpi e përmend Kosovën e Serbinë sa, kur vjen ndaj vendim i vështirë, duhet mandej edhe na me thonë Amerikës falenderit edhe Trumpit që na e solli këtë vendim. Apo dhe me mundut me ardhë. Domethënë ti analizon profilin e politikanit që ka Trumpi. Vendimet e vështira i kanë shkruar vendimet e vështira. Çfarë është vendimi i vështirë? Çajo çka po i ndodh Palestinës, çajo çka po i ndodh Ukrainës, që domethënë ai plani i propozuar pe Trumpit është si më shkrupi Rusisë, pe Amerikës. Nuk më intereson atje çka bojnë. Që ato tronën e kanë nënshkruar Albin Kurti. Albin Kurti është më i keq, ajo dihet për këtë punë, po e vazhdon nga diskutimin për bordin e paqes. Nuk mundet një institucion. Çka më e keq që mundet me ndodh këtij vendi. Po, si dihet mora e keqja s'ka fund do i lë. Me kompetenca Rruj pak Trumpit se nuk është çfarë do politikani. Me kompetenca super ekzekutive. Edhe na është mirë mi pas do rezervat tona, jo veç pse, unë thash, nuk ka këtu dilemë mes aleancave, po një vendim i vështirë, pe një politikani që është Trumpi, ma ne duhesh edhe me zbatu. Kur vjen puna me zbatu. Me dol me thonë, Trumpit e ki gabim, na nuk e mbështesim. Që vjosa është atë përfaqësuese e politikës tjashme. Na jemi kundër. Tash, ajo vërtetohet shumë shpejt. Jo shumë shpejt. Nuk mundet më shpejt. Vjosa Osmani është përfaqësuese e politikës së jashtme sipas kushtetues tonë, apo jo? Albin Kurti, kushtetues me boçë fotografi. O, shumë shpejt me marr përgjigjen. Ki me marr përgjigjen. Shumë shpejt. Po zgjedhë kish fitu pe militanta në fotografi. Kjo marrëveshje do të muratifikohet në kuvend. Këshillë marrë këtë fotografi. Kjo marrëveshje do të muratifikohet në kuvend. Vetë vendosja do të pas një qendrim. Shumë shpejt e marrë. Ky s'po do me pranu. Po këtë fotografi Albin Kurti do qendrimet mirë. Edhe Martin Berishën e kish dhënë për çdo fotografi. Ka mundsi po. E kish dhënë edhe se kish dhënë, se thash unë që kur vjen puna tani me kriju marrëdhënie më të afërta duhesh më respektuar edhe vendimet. Nuk mund një institucion, një organizatë ndërkombëtare që synon me për paqe dhe stabilitet me u vënë në funksion të një njerit. Nuk mundet mu themelu një organizat për në funksion një njerit. Me bordin e paqes ata merret. Unë kisha jetë i vol për Faleminderit që do diçka. Kishit poska me thonë. Kam vjedh vota Kosova, deti. Këçë ajo që kanë vjedh vota. Mos u merrti me Hajde sumet voti gazës aste on. Me voti Kosovës apo jo? I ka gazën Palestina analizat. Zvani vogël veç kopo me vakon mirë që ka goza është që shtetet e vogla nuk kanë shumë peshë, mandej kur s'kan shumë peshë nuk peshojnë as vendimet e tyne, po kur nuk i peshë dhe nuk peshojnë vendimet e tua, mandej kur vjen një urdhër duhesh me respektu. Dhe çfarëdo lloj zgjidhje që vjen pe bordit të paqes dhe Trumpit, që është zgjidhje më radikale, sepse e thash unë, e pam çfarë po ndodh me Ukrainën dhe çka ka propozuar Trumpi. Kështu që kjo situatë, çfarë zgjidhje po vjen? Çfarë kurthime po vika për Kosovën? Nuk më ardh ndaj zgjidhje shumë më radikale. Çka fsha? Po lloji politikani që e përfaqëson Trumpi, është mirë kjo. Mundet më ardh ndaj vendimi i vështirë, për shembull që për Ukrainën ka përmend për Ukrainën, çka do me Ukrainën. Vazhdimisht që propozon Kosova si shtet i pavor. Po do të bëjë Ukraina shtet i pavor. Po më intereson për Ukrainën për kërkon. Po ajo është modeli që do të synon me si Trumpi. Ti duhesh me pas një qëndrim. Ti duhesh me nxjerr një konkluz, me thonë. Po më intereson kallzom çfarë pasoja mund të pas Kosova për çfarë shkrim. Është që ky politikan që merr vendime radikale.
O, ka të më shfarë pasoja mund me pas Soareka, Obilici, Kosova. Veriu e Kosovës. Veriu e ka nëshkru në Loher Albin Kurti. Qa ka nëshkru? E ka nëshkru në 7. Edhe qka po thë tajnen? Qysh po të zbatu tajnen? Komus batu. Në asë një marveshje Albin Kurti. Me u fut pa... E ato makinacionet e atërshme për shamë që vishin pej Trumpit Amerikës për mi shkëmby teritorat, atës s'pi përmenim, me orë diqka prape një... Qa u Armenia? Po kjo është lojt politikove që përfatësën Trumpit, që keni nevoj me unështru portjak pa kushte, atë e Trumpit atë e kërkujt. Asë kena nevoj me teritoreve është kry. Tash, rikër pja qesin. Kur gjenë që e situatë. Nuk për dinë që me thonë, për dinë që me thonë. O, shumë për dinë që me thonë. Se kësë një djali majtë, djali që e kuptoj, mirë është me konë fëjeri majtë, edhe dush me kritiku Trumpit, së është trend. Këtë e majta globale është trend me... Po du është me pas me një lejqëndrimi pavarësisht të shtetit. A jenë gjendje me nga ka du shfar pasojë ka Kosova prej soj marveqët? Kosova do të vjen një vendim, sepse bordi është e melu për qatë qëllim, që me sigurë pache. Dhe pache janë në sytë e Trumpit, nuk është si pache janë në sytë e dikujt tjetër. Të jap Kosova 1 milion. Qërë, unë jam i sigurë. Të jap 1 milion. Se më spedon, autostrada kanë bo 1 milion. Qka edhe këto që po thëtë Baleoni për mja qitë. Për një alians me Amerikën, i jap edhe 1 milion. Edhe 1 milion, ka i marim? I marim dy. Qysh mundet për një... A qka bëhet? Bordi i paches do është më antarësu me para aty, 1 milion. Me këtë logiken e fukarallokut, ja të fukarallokut, po pacha nuk bledh me pare. As nuk vjen funksion të një njeriu. Ke po autostrada në Kosovë. Pacha, qaj koncepti, nëcioni paches, nuk vjet në funksion të një njeri, ka egzistu një konferencë dhe nuk blehet me pare. Antarësimi, aponime, po legjika e Trumpit në shpindit financiare. Filozofik dhe pranë. Problemi është Albin Kurti. Problemi është Albin Kurti, pura gjelozi personale. Albin Kurti, për bindjen tam është të rujt vjosën, edhe për qëto është në pozit fështirë. Për deklarimin. Është e rujtë si një lojtë sigurese, që me që ti si presidente merë pjesë dhe kjo mundet me qenë një hapë për sigurimin e mandatit të dytë, ti ki përgjithësi për çka negocion atje në bordin e paqes. Kjo është se me hek përgjithësi për vetën. Albin Kurti ka përgjithësi se i ka fitu 51% votave. Edhe presidenti e Kosovës, në emër të Kosovës e ka nënshkruar një marrëveshje atje. Edhe Albin Kurti kur hin fuqi marrëveshje. Edhe kjo Albin Kurti duhet me u deklaru. Çfarë deklaru? Duhet me u deklaru. Duhet me u deklaru. Vjen kuvend marrëveshja. Me thonë po e keqe e mirë, kena përfitu, shumë shpejt, merët vesh qëndrimi se marrëveshja do të murat shikun kuvend. Njëri që ja analizën Trumpit rrezikshmërinë e planit të paqes, nuk e përkro qatë shpejt, më rëna urës, në momentin kur Trumpi, një presidentit një shteti tjetër, ja shkën thesin kry dhe e shtima një... Nuk ka të bëjë direkt me Kosovë. Kështë Albin Kurti ka së racionalin dhe ka me precedent. Nëse jetë që ka së racionalin, nuk ka analizë edhe tjetër. Parem këto në pytje Vjosa Osmani është. Kjo është gjelëzia balkanike. Vjosa Osmani, që kjo para Trumpit. Për menimin e kitë mirë për Trumpin, për në kombinat dhe Albini që shto. Qysh? Kjo është një pomë poshtruese për një presidente. Se bre? Se por nuk ti nuk e përshtatën si Amerikën. Amerikën. Se ka ti flamuar se Amerikën do të po e ka Kosovën dhe Amerikën. Se ka Trump edhe Kosovën. Pa ju desh me qitë 20 flamura aty pra. Se 20 veta kënë aty. Mos falë më nënë se po ne që ja më re flamurin e Kosovës aty. Na, unë personalisht e kam shpreh shumë herë mendimin tim edhe kejt besoj dosë edhe jo vetëm mendimin. Po e din që mendoj për Vjosa Osmani, po për që to nuk mundet me kritiku. Mundet kjo serioze. Kjo ka qenë mirë për vendin tonë. Qysh mundet një president. Që ja më re flamurin. Vendi më shumë Amerika është 8.000 kalate, këtë në regull, çdo respekt. Po ti kur e shkuj ke hek flamurin, kur e shku të Gjuriqi, a ke hek?
Vetë që se kënë gjithë Sërbis. A ke heqë nga mos? Letë gjuriqe. Ti e shku të gjuriqe ke heqë, e pizu kësoj, kjo 2 flamujt i ka. Edhe të Kosovës edhe të Amerikës, a këtu në përsin ke manë. Neve në shët manë këtu. Të gjuriqe ke shtin gjep. Të gjuriqe ke shtin gjep që tu. Maneq, bënu serios, ba. Se të garisë për njeri serios, se kjo do vjetë, te vjusa Osmani ku po ful për vjusën, po pikesh në flamura. Kur po ful për vjusën, po pikesh në flamura, flamuri. Nëse je i pek në flamura, të vazhdosh me thonë gjuriqe, më thonë unë jam i pek në flamura. Se je i flamurin. Po e ki hetë për që të pomje, për që to që ka ndodhë, vjosa Osmani duhet me përgëzu, në më thonë ketë vëmendin e ka marrë, me fotografi, me vizualisht, me gjithë shka, kjo që po ndodhë, që janë kurti s'po reagon, se majta në Kosovë u nervozu, është vetë gjelozi balkanike që ka marimi. Që janë do grafite në Prishtinë, se kjo unë e jo. Ja, hajde të shkojmë të thelbi, se që kjo që o të është që të të për flamur, kur fuet ti nuk marë seriosisht Te kish pas edhe trompi, prej momentit, kur fuet ti për flamurën e më ty së marë seriosisht. Prej momentit, kur ke shku të gjuriqi, e ke shtin gjep, s'ka lidi. Nëse ke asot të net. Nëse ke mësot të te gjuriqi, nëse se ka pasoj. Te gjuriqi e shku e ke shtin gjep, nuk marë seriosisht. Me pastaku trompin e me pastaku të trompin, me pastaku ke flamurin e kështë hek me. Që vjusa se ka hek. Pa ka hek gjuriqi, Nëse kish hek trompin të Amerikës, se kisha hek gjuriqi dhe në nështrojemi trompit. Po, edhe trompit. Nëse kish pas e trompit, së kombe protokolli. Nëse kish hek edhe ty, Qalaj, me taku trompit kope bërë emocione, dhe s'kujtojnë flamura. Këta që kanë kujtu me gjuriqin, po të kujtojnë me trompit. Se e ke hije këne, që ke hije flamura. Pa e ka pasaj, se ka pas asaj. Po ti je i pek në flamura, i sështë. Unë? Ti je i pek në flamura, të Qysh nuk është i pek? Ma i pek sonë. Po a nuk dena për intervista me të Ajo flamurin patrioti flamur. vendit vetë. Ase njësoj të që mërë patrioti vendit Po ja, patrioti e mon flamurin. Po. Ti se ke mojt. Ka shtë vjusa, kënina vjusa, anena shumë mirë. E kodët Amerikës, e kodët Kosovës. Nuk po shah në i sa nga bumë që të. Qëre, Letë se kena tem këto. Ti personalisht ke kaltu që se respektojnë flamurin e Kosovës, për e ke këtë gjuriqi në Beograd, kështë që leje. Ti që nga ke folë, 3 vjetë nga ke folë, për atë flamurin e Kosovës që do të ngritët në Beograd. Po ka më ngritë. Po ti vete ke hjek. Ka më ngritë. Vete ke hjek. Unë e këmë pas me Beograd, këmë pas në RTS, këmë pas me Daqishët. Zëmën të skërministrë, se ki pas kundor, s'na ke përvatsu mirë. Qysh se, pa e këmë pas, Mas ma linda ke nande kjo në Nesh, këtë dështu. Mas rostit ma linda ke nande, shpejsa të këna pos në ty, që e përvatsu në flamurin mirë. Fajdosti, po që s'pëlleni me folë. Qëre, Nesh, kjo mas pari është një kërstim, kjo një blef diplomatik i Trumpit mas pari, për me friksu që a peshe këtu në event këvinti tjetër këtu event të. Asë një i bëjes nuk është. Pse? Pse për para që po thot kjo kombit e bashkume që fërket i branin. Nëjna gazetar pak ma vjetër në e moj men që shubo Daytoni, që shubo Vjena, ka qenë grupi kontaktit, aty kanë qenë gjitha venet. Përfshirë edhe Rusia. Dhe Japoni o konë monitor, edhe konë... Po pra, po jetë një duke se veç njërë. Japonia një, Gjermoni, Japoni, Italiani, na që është të thujna. Veç Amerika është shumë. Amo a i ka qenë formati, Vjena ka qenë formati OKB-s, vëllër. Po formati OKB-s, me 3 përfaqësus. Vendimi për me shku deri në Vjen ka qenë te... Ka qenë i grupë të kontaktit. Ka dështu OKB-ja edhe shpallje e koordinuar. Po të pëtash më smehime me në buru që ka qenë se s'ka... E një ansh me thu tik, po mënej. Andati Kosovës dhe Kosovë ka dhënë me koordinume. Se ka qenë e koordinume,
një anë që mi shkonë, mos ta kesh njofë Amerika dhe këto vende tjera. Po, vishë që ta pëse NATO këtë... Një anë që është si me thonë për Serbin, për Rusin dhe për Kinë. Po, kjo është koordinuar. Helmitat e krajtër të KP-s. Pro, është pikrisht i qasoj që ati grupit kontakti që këtu këfure dhe NATO jenë mas pore. Ata ka zërruta 2044 që e prodhën që është një farë Serbia që dhe të njëshme i veçanë që e ka thonë që. Njëshme është se ka përnë. Këtu, edhe Vjosa është blef diplomatik, se pivim për veti, edhe Trumpi me këto është duke bo blef diplomatik. E ka grenoj, është të kriti. Vjosa blef diplomatik. Po kërkat si ko me veti kjo. Që dy deputat si ko me veti këtë. Qira pëstonën e kështë? Me kërë në marrë nashke me shku këtë. Sot kjo këtu s'po shku fika lëvet me po firma. Asë të një nuk e po I ka orë ftesa, që me po kjo? Kjo një bleveraj diplomatik. Që i ka orë ftesa, që me hosë? Presidenti Republikës. Po mëre? Po që u shku? Po. Edhe? Qa përfëtëzën kjo? Kosovë. Kjo të imprilla. A jena na për aleati Amerikës ajo? Legjitime është njerë, ja. Edhe presidenti e Kosovës shkën takuat me presidentin e Amerikës. Nga me kretë Kosovës. Ka be me kene. Jeni me se detoja. I binarë të Albin Kurti. Flamuri Vjosës Fusani Koç këtu nuk jam. Qëre, nëse i ka honë Albin Kurti shko është këtë në regullë, se i ka depute. Nëse kjo është ku. Këtë pozitën e ka. Kjo vetë, ja? Po që është edhe... Ftesa i ka orë për Donald Trumpit. Është ndërtyrë Vjosës mund. More shumë mirë, e pëse s'po njët Kurti? Edhe a ka fuqi Kosova? A ka fuqi Kosova? Ftesa i ka orë dhe Vjosa është përfaqësuese diplomatike, politikës jashtme. Edhe a ka fuqi Kosova mërë me refuzu këto? Se mos me shku, Ti përshtatë që presidentit. Ka i veç nisë. Ti duhet me pasë të një qëndrim për borë, nëse të me refuzu prezidentin e saj. Këtë nuk është me shku me këshu që apo botë më këthy. Këtu ku të shkësh mos më këthejër. I ka studin po. Kjo nuk është mis bota, me rasti mis morja. Kjo e qëndrim i një fyrja. Na nuk të shohem që për Kosovë A i kundër që ka shku Zonja Osmania? Unë jam të full për i me, po më nëna se shkumja që të pare vëlluri është qëndrim para se me shku. Si njëri, ju si presidente. Jo, nësë me ofendoj si njëri, Se ti po thu mis bota një në asë një deputet se kom si politikona analizuar. Bashën ko pështetin që të sudja. A është presidente e Kosovë? Se parlament për A është presidente e Kosovë? Po mëre? Dere me 4 mars. Dere me 4 mars. Dhe me 3 mars me shku. Se kjo nuk është shku këtu të morë vesh me Albin Kurti. Dhe si ka hëmë apo shkaj, asë konsultu me dikën të fuqis që e përfaqësën kësi republikë, kjo o prezidente, kjo përfaqësu se krejt Kosovës, po nuk o kjo shah veti sultanesha Osmani. Kjo dhëtë me dikën më, nësë po shuhim shtetje të asë të një strukturë shështore të Republikës Kosovë. A një të kontestu për bërjen e fundit, a një të kontestu qëlimin, se kjo për si pas detyrës zyrtare, kjo e ka obligim e shku. Po a mëne qenë ambasador, a mëne qenë Kosovë ambasador dikuj me një vend që s'ka njës. Se me shumë mërë ambasador, të kosh kam vet, e shpëzënë edhe për pjohën. Ty nëse e shumë kundër bordit, kësh pas kuptim, ama kundër prezencës saj. Vjosa Osmani. Qanë se me rama Vladimir Putin. Ja, Valen e kini parë në bleti. Valoni me full. Ti po të shpazirë, ishtë një sekund. Ti po thumë. Me kënor ftesa Albin Kurti. Po menon që nuk ishtë Pas me një filma i kishë bo. Po. Po fashën e jësë më 20 kamera i kishë marrë atë. A mo që këtë që po thumë ti me morë një, Vjosa Osmani për tjirë. Nëse e kështirë Putinin të akem, ose presidenti Kinës të akem Vjosa Osmanin, atëherë ishtë dosht me morë konfirmimin e spektrit politik, a me taku presidentin e Kinës, a me taku Putinin. Ty po të thirë aleoti kryesori i Kosovës, s'kish ka veti besnik beslimin dhe një ka kërvollë. Te veç nisësh. Dhe ju në miholin. Po mirë që u shku pa i vetë ta. Valuni Baranezan që ashtu ka me ka vetë që ka shku. Nëse të thirë të një e pytë spektrin politik. Kjo fotografi, apo ja dopsën? Ja dopsën. Se ja shton gjeluzin,
Edhe një, e para unë e kam shkru. Ama kjo për gjelozi se bjoniva të se apo vorët që vista shtrepite. Pra, si presidentit është arqenësishëm edhe për alat e Kosovës, sigurse edhe për korregionin e brendshëm shoqëror. Edhe rrjedhimisht nëse dikush që ka një qësi afërsie, qoftë edhe me një foto, a si shdosh kjo me pas një avantazh për më zhjetë presidentin? Në një anë ka avantazh, po mendoj edhe para publikut, edhe para votuesve, sigurisht është kjo një avantazh i madh për to, po është një disavantazh për Albin Kurtin. Një e para, Albin Kurti nuk ka interes me rizgjedh presidente, sepse çet kallzoj pse, se Kushtetuta e Kosovës s'lejon mbi 2 mandate me kon president. Dhe kjo kur të merr mandatin, po mendoj tash për i vardiset natyrisht Kurtit për me marr mandatin e dytë, po nëse e merr, që nga momenti e merr, edhe kur duhen pastaj 80 vota për me shkarkue, kjo e, domethënë S'munësh me shkarku. S'munësh atë me 2/3 me shkarku, fa pas një vendim gjykatës kushtetuese. Nuk munësh me shkarku heq, po nëveç në raste shumë jashtëzakonshme. Nëse gjykata kushtetuese thotë që presidenti ka bërë shkelje tron, pastaj mundet më nis procedurat për shkarkimin e saj. Domethënë, për asnjë variant tjetër. Realisht është e pamundur me shkarku. Kjo synon më marrë me politikë edhe pas mandatit dytë. Edhe natyrisht që aja shfrytëzon postën e presidentit me qepue Albin Kurtit. Se ku i ka me qepu? A ka me qepu opozitës që është të ime për to? Nëse dënë me fitu pika, po më dojë kush do që tash synon me marë pushtetin të ardhëm, a i do të me qepu Albin Kurtit dhe vetëvendosës. Nuk mundet me qepu LDK-s, a PDK-s, a Aleancës. Kush me qepu? Kush do që ti nëse formon parti politike që tash dhe dënë me marë pushtetin, ku i qepon? Qepon Albin Kurtit. Kjo është shumë natyrshme. Këtë Albin Kurtin vërë qaqë pa meqëm sa mësme i kuptu këtë gjë.